Allah i lartësua në forma të ndryshme në Kur'an ju ka sjell argumente njerëzve që me besu ringjalljen. Mi po është problem sa i cili nuk e beson ringjalljen qështu, që ka lyp Allahu, edhe me sjell Allahu një njeri prej botës tjetër, prap s'ka me besu, sa i sot të dosht argumente me besu. Ajo është të dosht mos me e besu. O të dosht mos me besu. Për ata dhe shpesh e zbret nivelin e debatit pushëm. Edhe thu ka me ndodhë ringjallja. Dhe të kush erë prej asoj bote. Na jemi të thonë kur të ndodhë kiameti, ringjallja, kur të ndodhë kiameti dhe vdesin këtë njerëzit, sepse kërkush nuk ka me arë në këtë botë mi botë dy jeta. S'ka ma, e ka ndalu Allahu këtë leqë. E kështu që debati është në nivel shumë atë nolët. Se ringjallja do të ndodhë në momentin kur të vdesin gjithë njerëzit, Allahu i ringjallë me i qitë me një jetë tjetër. Jo pse kanë vdekë stërgjëshit dhe tanë, katërgjëshit dhe tanë, para 200-300 vjetë pëse s'po vinë, ata se së ringjallën me dalë. Nuk është qëllimi i ringjallës kë. Nuk është qëllimi i ringjallës. Qëllimi i ringjallës është me dalë para Allahut të lartësuar.